hymja kryesore dhe thot për me hijet e dera e parë e xhamisë pejgamberit al-Islam, i thojnë Babu Selam, dera e shpëtimit. E aja dhe thot hymja kryesore e xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila dhe thot gjindet përpara xhamisë. Faktikisht për me hije, masani dhe thot është Babu Ebu Bekër, e Omer e Uthmane, këtë me ren janë qëto dyrë, tek të erti për masa dje dera numër 18, asaj ka numërin, e ka emnin Bab Melik Fehde, dera e Melik Fehdi, për atë arsye se aje ka bojë në zgjanimin e xhamijës, mas mramtja, Allah e shpërblet, inshallah. Edhe për atë arsye ka pas edhe emnin Khadimul Harameni Sharifejn, shërptor i dy haremeve të shenjta. Edhe sa ka mujt dhe thot, i ka bon hizmet xhamijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash po kena dalë në një shëtitje këtu nga për Medinë, për rreth Medinës, për me shku mi pa disa xhamija të vogla, inshallah do t'i vizitojnë edhe ato xhamija çka gjinden për rreth xhamijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se në atë kohë që ajo do thot akon jashtë atë qytetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot qyteti pejgamberit akon çka pjesa ku an çash xhamia, ndërsa çka pjesa tjetër çka po hecmi na është llogaritë sikur shkretin që ke dalë do thot jashtë xhamisë, jashtë qytetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akon sikur shesh ku e kanë fal Bajramin ose kanë bën dua për shi. Do thot akon jashta do thot duvarit Medinës të asaj kohë. Pra të arsye se xhamia do thot në atë kohë akon shumë e vogël. Akon shumë e vogël e sot që asaj pjesës ku akon xhamia kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thonë Rawdatul Janna, do thot baqja e xhenetit. Ama ajo baqja e xhenetit nuk do me thonë që është veç ajo shka veni shka janë falë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra të arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me konë se nis në gjitët safi tek tetit Yemen, krejta është do thot xhami e emja. E ber hukmin do thot nisoj sikur që ajo Rawda. E tash do thot këtë ki xhamat që ka falën mrejnë ati, faktikisht e kanë se vapin nisoj sikur më falën në Rawda. Inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen. Për atë arsye se feja nuk është e ngushtë apo veç me qëtë ven, ose veç me qatë kohë, ose veç me dosene të cilat janë të kufizume, po janë dhe thot magjan, qashtu qysh rritet numri muslimanëve, qashtu rritet edhe hukmi i shumë gjonave të cilat janë në islam. Se esenca kryesore ku është, nuk është dhe thot veç e pjesë, po është xhamati mu bashku bashkë. Inshallah Zoti na bashkon të gjithë. Zoti rujt inshallah.